Kam ndjekur me vëmendje të gjitha protestat e organizuara në Milano, në Berlin, Frankfurt, Londër, Rom, New York dhe në këto protestat të ashtu quajturve të shqiptarëve me pankarta të shtrenjta që kushtojnë 800 euro një copë, që shqiptari nuk i nxjerr nga xhepi i tij. Pra, ne nuk e dim kush e financon këtë fushat, sepse Partia Demokratike i ka këshilluar anëtarët e saj të mos dalin në këto demonstrata, po ashtu dhe Partia Socialiste. Dhe këto demonstrata kanë përfshirë me mijëra shqiptar në perëndim të diasporës. Dhe të gjithë këta që flasin në këto foltore kanë një theks të veçantë që gjendet vetëm në zonën e Himarës dhe të Sarandës. Janë shqip folës që janë kthyer në grek gjatë periudhave të emigrimit dhe flasin një greqishte të keqe, por flasin dhe jo një shqipe të pastër, pra diçka të miksuar, shqip-greqisht, kjo është gjuha e tyre, dhe i quajnë veten minoritar grek. Këta pra dallohen shumë qartë kur flasin, sepse i kam takuar personalisht në bisedat e mia të drejtë për drejta me ndjekësit e mi në TikTok dhe në YouTube. Dhe dalloj menjëherë theksin e folësve të Himarës dhe të Sarandës. Këta njerëz kanë dalë me megafon në Milano, New York, Londër, Berlin. Dhe tani janë të organizuar në mënyrë të shkëlqyer, por që kanë dalë dhe në Vjenë, kjo është e pabesueshme sepse vienezët janë një popull shumë paqësor që nuk dalin në demonstrata. Nuk njihen demonstratat në Vjenë, është demonstrata e parë dhe këta demonstrues me flamuj të bukur, shumë të shtrenjtë dhe pankarta shumë të shtrenjta për flamingot greke, kështu i quajnë. Këta njerëz nuk protestuan për shqetësimin e heqjes së gjuhës shqipe në programin mësimor në Universitetin e Juridikut të Maqedonisë në Shkup. Këta njerëz nuk protestuan për shqiptarët e Preshevës që kanë humbur të drejtat e tyre në Serbi. Këta njerëz nuk protestuan për shqiptarët në Malin e Zi dhe këta njerëz nuk protestuan për të drejtat e çamëve në Greqi që janë përzënë nga pronat e tyre. Pra këtyre njerëzve ju vjen më keq për flamingot greke, siç e quajnë ata, në zonën e Zvërnecit që e quajnë greke. Nga e diun që e quajnë greke atë. Bëra një film në të cilin sqaroj që fjala Zvërnec vjen nga serbishtja Zverinec, që do thot pikërisht kopësht zoologjik. Ky është Zvërneci, me kafshë të egra që është përdorur nga princat serb për të ngrënë mish të freskët, jo mish kafshësh të sëmura shtëpiake që hanin shqiptarët që ishin bujkrobër të tyre. Pra ne kemi qenë bujkrobër të serbëve që nga shekulli i 6 i erës sonë, deri në momentin kur u futën trupat bizantine dhe e çliruan këtë pjesë dhe e bën pjesën e Shqipërisë pjesë të perandorisë bizantine. Pra që nga shekulli 6 dhe deri aty nga shekulli i 12, e gjithë ky territor ka qenë i pushtuar nga serbët dhe të gjitha zonat kanë emra të pastër serb dhe sot e kësaj dite. Ky është emri i Zvërnecit, do thot vend për kafshë të egra nga fjala zver, i thon kafshës në serbisht. Në gjuhën polake kjo është Zvierzeniec. Dhe e kam lexuar që princat polak përdornin pikërisht kopshte të tilla për të quajtur kafshë të egra për princat dhe aristokracinë polake. Pra ka qenë një mënyrë jetese për shtresat e pasura slave. Dhe tani pra këtu kanë banuar slav dhe jo grek, ndërkohë që në këto territore sot për sot banojnë shqiptar, ka dhe folës që flasin gjysmë greqisht, gjysmë shqip, që kanë ardhur aty me tregti, janë vendosur siç vendosen sot shqiptarët në Greqi, pra ardhacak. Siç janë shqiptarët e sotëm, të sotëm në Greqi ardhacak, mbas hapjes së kufive ka patur ardhacak nga Greqia në territorin e Zvërnecit. Dhe tani, në shtypin perëndimor, këto quhen pikërisht territore greke, gabimisht, dhe filmin që bëra për sqarimin e kësaj teorie të shëmtuar, që nuk është vend grek, po si emër është slav, këtë film mua më hoqën brenda 12 sekondash. Tani unë këto filma po e nxjerr në YouTube,
sepse kam humbur besimin tek platforma e bler nga amerikanët. Pra, YouTube është një platformë ku mund të them që të dua dhe jam akoma i lirë, fatmirësisht. Por në platformën që kam vepruar deri tani nuk jam më i lirë të them atë që mendoj. Dhe këto demonstrata janë organizuar nga minoritar grek ose ortodoks me banim në Greqi që lëvizin në të gjitha kryeqytetet europiane dhe organizojnë këto demonstrata dhe thrasin aty njerëz të pafajshëm, naiv, që mendojnë që po demonstrojnë kundër kryeministrit shqiptar. Në fakt, parullat janë të mbrojmë flamingot e Zvërnecit grek dhe e Sazanit grek. Këto janë parullat. Dhe shqiptarët nuk e dinë se këto parulla shfaqen në mes të mitingut, në mes të foltores. Këta njerëz flasin me megafon dhe dëgjuesit nuk e kuptojnë këtë lloj shqiptimi të njerëzve të himarës, edhe unë kam patur shumë vështirësi për ta kuptuar, por jam mësuar duke folur me ta çdo ditë për disa muaj në platformën që tani e kanë bler amerikanët. Nuk doja përmend emrin, që të mos ndalet emri dhe filmi im të vazhdoj. Tani, mediat perëndimore, nuk do t'i përmend me emra, se mund ta heqin filmin, kanë shpërndar video sipas së cilës epiriotët po luftojnë për tokat e tyre në Sazan dhe në Zvërnec, dhe epiriotët pas kanë djegur vilën e kryeministrit shqiptar, që po shtyp epiriotët me dhunë, gjë që s'është e vërtetë. Pamjet e djegjes së vilës janë fakt pamjet e muzeut vila e ish diktatorit Enver Hoxha, që u dogj nga demokratët pikërisht në shkurt të vitit 2026, pra është djegur 4 muaj më herët. Dhe kjo video është bashkangjitur videos epiriotëve, quhen këta demonstrues epiriot, nga mediat perëndimore. Pra është një komplot shumë i rrezikshëm dhe gjë më shëmtuar është, thuhet që këto demonstrues janë kundër presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse familja e tij, Gjoja, është përfshirë në një aferë të madhe për pastrim parash dhe korrupsion në Shqipëri nga kryeministri shqiptar. Pra po përlyhet flamuri shqiptar, emri i mirë i Shqipërisë, dhe duan ta nxjerrin Shqipërinë kundër presidentit Trump. Dhe në New York është organizuar nga organizata e Soros për të hequr presidentin Trump dhe po del flamuri shqiptar kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjë që është shumë e rrezikshme. Nga e kuptova unë një rrezik të tillë kaq të madh. Një nga vajzat që po vinte dhe bisedonte në bisedën e drejt për drejt në platformën e bler nga amerikanët, unë ndoqa kush ishte ajo dhe në profilin e saj ajo ka bërë një video për Zvërnecin të filmuar me muzikë greke dhe këngë greke. Pra kjo që shitej si shqiptare e quan veten greke. Ju lutem shikoni se do habiteni që të kuptoni këtë komplot të rrezikshëm grek kundër Shqipërisë.